Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 30, data 30 tetor, si ku ky muaj pa u kuptuar. Jo, për u kuptua, u stabilizua dhe mënyrat e reja që vinë në rrugtim. Data 30, trekënd marsi që formohet nga Akrepi me Saturnin tek Peshqit, një kënd i vendosmërisë, i disiplinës, i angazhimeve, i qëllimeve, ambicjeve dhe suksesit afatgjat. Favorizohet shumë shenjat si janë shenjat e ujit, që janë Gaforja, Akrepi, Peshqit dhe Digjitret, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Gjithashtu të njëjtën ditë Mërkuri formon një kënd me Uranin, që krijon një mundësi në çështjet që lidhen me punën, lidhen dhe me ndryshimet e mëdha. Duket se ka të bëjnë shumë me shenjat si janë binjakët, Virgjëresha, shigjetari i Peshqit, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kjo duket se ka një ndikim favorit. Tani, para se të fillojmë me parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diaspor dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet që kërkoni, mbi gjërat që dëshironi dhe jo vetëm. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të zgjedhjes, shkoni tek sekretaria, e shikoni aty dhe duke bler paketën, numrin për katës, jeni gati pastaj të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni një mesazh për të marrë drejt për së drejti përgjigjen, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas, duke ndjekur hapat, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. E kemi thënë që ne jemi live me juve çdo ditë mërkure. Dhe kjo, duke dërguar mesazhin, e merrni drejt për së drejti përgjigjen. Kështu që, sidomos sonte, që do jemi live ditë e mërkurë. Dhe do kemi dhe shërbime të reja, sidomos membership. Ç'është membership? Membership është për ata që abonohen në moment dhe kanë mundësinë për të zgjidhur çështjen, do dërguar një mesazh tek atje, tek YouTube-i, dhe të marrin përgjigjen pastaj çdo ditë apo duke biseduar, duke dërguar mesazhin, duke të marrë dhe përgjigjen drejt për së drejti. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Por ju të kësaj shenje duket se ka ndikime shumë favorite dhe mundësi të arta në lidhje me takime, në lidhje me bisedime të rëndësishme në kohën e duhur. Pikërisht juve të shenjës së Dashit keni një moment mjaft të mirë dhe tepër pozitiv për të zgjidhur çështjet problematike, për zgjidhur gjërat që keni pasur ose keni pasur probleme me punën tuaj aktuale, keni pasur probleme me gjërat nga më të rëndësishmet, por vjen një moment tani i zgjidhjes së konflikteve, i zgjidhjeve të problematikave dhe të çështjeve që juve keni. Por gjithashtu është edhe momenti, koha e duhur për sa i përket takimeve, bisedimeve në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Por ju të kësaj shenje duket se kërkesat janë të mëdha në lidhje me takime pune, në lidhje me disa ndryshime. Këta ndryshimet një pas njëshme që juve bëni, por në anën tjetër, juve keni mundësinë dhe është çështja më e rëndësishme e që ndonjëherë në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, por gjithashtu është një moment që i dedikohet ekonomisë dhe ajo çka juve bëni mirë dhe dini shumë mirë ku do ndodheni dhe çfarë doni të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashët e diçit parë, ujorët e diçit të dytë, është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Çfarë ndodh me shenjën e binjakëve dhe ku binjakët kanë një mundësi për sa i përket kësaj dite, shumë të rëndësishme të datës 30, sepse një ditë para mbylljes së muajit, pra ka të bëjë shumë kjo ditë, prandaj vini veshin gjërave të rëndësishme, të imtësishme, sepse puna, koha, karriera, marrë vendime të rëndësishme janë kohët më të mirë të mundshme dhe më pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshqit e diçit të parë, me peshorët e diçit të tretë, përgatituni binjakët e dashur sepse keni mundësinë për zgjidhur çdo lloj problemi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Gaforeve.
Përsa përket gaforeve, duket se gaforet në këtë periudhë kanë një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive, është një mundësi shumë e mirë që gjërat të bëhen gradualisht të vinë atje ku duhet për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimit të madh që keni tani tutje, dhe është një moment shumë pozitiv, është një moment mjaft i rëndësishëm dhe koha ka treguar që ju jeni me fat, e keni gjitha mundësitë për të zgjidhur çështje problematike dhe momentet e arta. Momentet e arta ndikohen dhe koha ka treguar që juve të kësaj shenje duket se gaforet kanë dhe momentin e duhur për zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje dhe diçë të parë dhe me bricap dhe diçë të tretë, përgatituni sepse një lidhje e thjeshtë kthehet në lidhje serioze. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Përsa i përket luanëve, luanët duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet kërkon vendosmëri, kërkon kohë, kërkon ndryshim, marrje vendime të rëndësishme në kohën e duhur, dhe është momenti më i mirë dhe më afatgjati përsa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me punën aktuale, por dhe një takim i rastësishëm është shumë i rëndësishëm, mos e neglizhoni, sepse ka të bëjnë shumë me paran, ka të bëjnë shumë dhe me disa takime për udhëtime, bisedime të rëndësishme, pra janë gjëra që janë shumë pozitive. Në dashuri me ujor, duket se gjërat janë mjaft pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat duket se është momenti i duhur mbase keni mundësinë dhe çështje të rëndësishme për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e karrierës suaj. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Juve i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problematikën juaj, për shumë mundësitë për të pasur se çfarë do të doni të bëni në kohën e duhur dhe sa është mundësia dhe periudha më e mirë përsa përket ndryshimeve dhe gjërave që ka të bëjnë me bankat, ka të bëjnë me problematika të ndryshme, por është në momenti më mirë i mundshëm tani e tutje ku gjërat do të ndikojnë, do të diktojnë në fushën e punës suaj dhe të ekonomisë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me bricap duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, do të shkojmë tek një shenjë ajri tani që do thotë shenja e peshoreve. Për peshore, në fakt peshorja duket se tani e tutje ka nisur një ndikim shumë të mirë dhe në lidhje me anën ekonomike. Dhe ndryshimet që keni, kurse një nga takimet, një nga vendimet, një nga ndryshimet, një nga mundësitë e arta që keni dhe jo vetëm se do keni mundësinë, por do keni edhe ndryshimin e madh në lidhje me takime pune, në lidhje me disa marrje vendimesh të rëndësishme në kohën e duhur dhe momentet që keni, sepse kjo periudhë është e mirë, sepse mbyllja e një muaji dhe fillimi i një diçkaje të re, juve ju bën të ndjeni mjaft mirë me veten tuaj, të ndjeni mjaft mirë me punën dhe karrierën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë përsa përket peshoreve, peshores të ditë të parë, me ndikimet që kanë bëjnë me gafore dhe me bricap apo me dash sidomos edhe pse grinden janë grindje dashurie. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë shenja e akrepit. Për akrepën, në fakt akrepët të duket se tani e tutje i kanë të gjitha mundësitë në zgjidhje të problematikave, në zgjidhje të çështjeve të punës, në momentin e duhur, në kohën e duhur, gjërat janë shumë herë më pozitive dhe tepër ideale në zgjidhje të çështjeve ekonomike financiare dhe një problem vogël që keni pasur para disa kohëve e zgjidhni pikërisht tani, sepse është koha juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresh dhe me binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët, në fakt shigjetarët duket se kanë disa çështje pozitive, do ta thosha në ekonomi, sepse zgjidhin shumë probleme dhe shumë çështje janë korrekt me atë çka bëjnë, janë korrekt me atë çka ata kanë dhe në çështjet e punës dhe të mundësive të arta që kanë, është momenti më i mirë i mundshëm ekonomiko-financiar, një moment mjaft i mirë në biznes, në karrierë, në ndryshime sidomos, është momenti më i mirë i mundshëm në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht dhe diçtë të parë, me binjakët dhe diçtë të dytë që është diçka ideale, por me peshk bëni pa kujdes, mos mund nxitoni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e bricapëve. Përsa përket bricapëve, meqense bricapët
kanë role drejtuese në anën e punës së tyre, mund të keni një çështje kontrate ose një fillim të ri, se bëhet kjo, është momenti dhe koha më ideale dhe koha më perfekte mbi zgjidhje të problematikave të ndryshme, mbi zgjidhje të një çështje pune, sepse ka të bëjë me karrierën dhe lidhet shumë me marrjen e vendimeve të rëndësishëm, është një kohë shumë e përshtatshme tani e tutje ku do të zgjidhni problematika të ndryshme, do zgjidhni punën tuaj dhe është një moment mjaft i mirë, sepse i ofrim ose një diçka që balancohet ose keni mundësinë tuaj, është momenti mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje të ditës së parë, ujorët e ditës së tretë që është perfekta, por një nga mundësitë dhe momentet më të mira të mundshme është ajo e karrierës. Në lidhje me dashurinë, bëni pak kujdes me dem dhe me peshore. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë ujori. Për ujorët mund të flasë gjithë ditës, gjithë natës, sepse ka të bëjnë shumë me disa ndryshime, disa takime dhe disa gjëra që mund të veprojnë ose mund të ndryshojnë në lidhje me anën e biznesit, në lidhje me çështjet e karrierës dhe jo vetëm. Por duke parë se gjërat janë mjaft fantastike, por duke se çdo çështje problematike ose çdo gjë që mund të keni ose mund të bëni, është momenti juaj për të zgjidhur çështjet. Por udhëtimet që do të bëni tani e tutje e keni bërë në plan, dhe planet janë pozitive, dhe çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me dem, duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshjeve. Për sa përket shenjës së peshjeve, peshqit duket se kanë disa mundësi edhe çështje të shumë të rëndësishme në ekonomi dhe në stabilizime. Në lidhje me disa ndryshime, janë ndryshime rutinë fakt, por janë pozitive, janë në vendosmëri dhe në kohë për të realizuar disa gjëra shumë të mëdha, për të realizuar disa çështje pune, disa çështje karriere më tepër, sepse lidhet me anën e biznesit, lidhet me karrierën, lidhet me ndryshime të papritura. Ju të shenjës së peshqeve, Jorgo thot me shpirt, dhe u falenderoj pa mas, sepse e shikoj edhe në Facebook, e shikoj kur na shkruani në YouTube, në inbox, dhe kjo është diçka shumë që unë ndjej kënaqësinë, ndjej atë që mundohemi që të jemi sa më korrekt me parashikime dhe për juve të shenjës së peshqeve kam shumë për të thënë që ajo tani që keni marrë stafetën në dorë e keni mundësinë për të nisur diçka të re, bëjeni dhe keni mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shigjetarët e ditës të parë, me dashjet e ditës të tretë që është perfektja, por një nga mundësitë është edhe me virgjëresh ku do keni shumë çështje të zgjidhshme dhe momente ideale. Në çështjet që lidhen me udhëtimet është diçka tepër e mbar. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 30 tetor të 2025-s. Para se të ndajmë bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Roskon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që juve doni, për gjërat që juve keni, dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati pastaj për të folur bashkë në bazë gjithçka që ju dëshironi dhe më pas jeni gati edhe flasim bashkë për gjithçka ju intereson. Për ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi pikërisht të butonin këtu, e klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Jurpulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.